dhe keni përfshirje për të marrë pjesë në protestë. Cila është domethënia e pjesëmarrjes tuaj sot në këtë protestë? Si çdo po themi domethënia e pjesëmarrjes në çdo protestë opozitare. Unë kam qenë në çdo protestë opozitare në këto 13 vite, unë jam bashkuar Partisë Demokratike në opozitë. Kam qenë denoncuesi çdo afere kriminale dhe korruptive të qeverisë, nga lidhjet me krimin te aferat korruptive tek denoncimet që kanë bëjnë me këtë qeverisje. Sot është një ditë ku gjithë qytetarët duhet dalin për të larguar qeverinë e Tiranës për shkak të korrupsionit masiv, për shkak të korrupsionit dhe korruptimit moral dhe për shkak të pa diskutim të rrënimit ekonomik dhe të shkretimit të Shqipërisë. Ekspozimi që i ka për SPAK-u, strukturë e posaçme antikorrupsion, me 2 dosjet e fundit zëvendës kryeministres dhe të Akshit, ku janë ekspozuar qartësisht lidhjet e krimit me pushtetin dhe përdorimi i pushtetit politik për të fuqizuar dhe të pasuruar në mënyrë të palishme njerëzit e lidhur me qeverinë, qartësisht tregon që kjo qeveri po themi nuk ka legitimitet moral për të qeverisur. Kështu që kjo është arsyeja, besoj që çdo qytetar qytetarët mendojnë të njëjtën gjë pavarësisht se shumë prej tyre nuk dalin në shesh, por besoj që nga shtëpitë e tyre, nga shqetësimet e tyre të përditshme, besojnë të njëjtën gjë që po themi besojnë edhe qytetarët dhe demokratët që kanë dalë sot në shesh. Ju keni përfshirje mbështetësve tuaj që të bashkohen me këtë protestë, ndërkohë Sali Berisha ka vazhduar ta quajë agent personale ato që ju po bëni, takimet që ju po bëni me demokratët. Agenda ime është vetëm agent publike, është vetëm për të mirë të shoqërisë shqiptare, të Partisë Demokratike. Shoqëria shqiptare kërkon një parti demokratike e cila të jetë parti fituese. Dhe pa diskutim që ripërtëritja e Partisë Demokratike i shërben vetëm opozitarëve dhe demokratëve dhe shoqërisë. Kështu që kjo është përgjigje që kam sot, do të jemi prapë në komunikime dhe do të jemi për të përgjigjur, po themi, të gjithë elementëve tjerë. Po edhe nëse personalisht ndërmarr një nisëm për Partinë Demokratike fituese, prapë kjo më nderon, pavarësisht se janë mijëra demokratë siç e keni parë në çdo sallë qytetesh ku kanë qenë përtej sallave dhe kanë qenë plot takimet. Kjo tregon diçka. Cila është ideja juaj për një protestë kundër qeverisë? Zyrtarët e Partisë Demokratike kanë thënë se kjo do të jetë një protestë e vazhdueshme. Ju çfarë propozoni si mënyrë proteste kundër qeverisë? Tani sot ne jemi protestë, unë dua të respektoj, por pa diskutim që e kam thënë në të kaluar, nuk është sekret që unë mendoj që duhet jemi në revolt. Pra, kur vidhesh, je në të drejtën e vetëmbrojtjes për të reaguar me çfarëdo lloj force për të rikthyer sendin e vjedhur. Janë vjedhur miliona euro, është faktuar abuzime me miliona euro. Në Shqipëri është ekspozuar koha moti, nuk ka rëndësi se çfarë, por e keni parë se çfarë po ndodh edhe me rrugë të cilat në vend që të shërbejnë qytetarëve janë kthyer në rrezik për qytetarët, si Çukës Qafploça apo si tuneli Llogaras apo një sër elementesh të tjerë të cilët e bëjnë të domosdoshme revoltën. Për zgjedhur kjo formë proteste, e rëndësishme është që qytetarët po protestojnë. Është një formë reagimi për të mos pranuar gjendjen e keqe në cilën e ka zhytur Shqipërinë kjo qeverisje. Nëse vendosen që qëndrohet gjatë 24 orëve këtu dhe të jetë një protestë e vazhdueshme, do t'i bashkoheni kësaj proteste? Unë do të jem gjithkohon me protestues për diskutim. Pavarësisht se mendoj e them edhe një tjetër që duhet të raport. Ajo poshtë sot është 35 vjeç. Ajo poshtë është demokracia.